Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në këtë edicion informativ. Mirëmbrëma, ndërtitullet kryesorë në revistën televizive do të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fton votuesit e njësisë numër 10 në kryeqytet dhe ata në Vorë që të praktikojnë votimin elektronik. RDSH ndjek nga afër pikat ambulante, moshat e vjetra hasin vështirësi me teknologjinë. Edi Rama fton kuksianët të votojnë Partinë Socialiste për të mos e humbur trenin e integrimit. Partia Demokratike ankohet për zarfet me fletët e votimit për diasmorën në Kongresin e Partive Popullore Europiane, fiton rezolutën për sa më shumë vëzhgues në zgjedhje. Lulzim Basha, betejën e ka me treshen Rama, Berisha Meta. Dorëzohet Albin Kurti në Kosovë, kërkon takime dy krerët e opozitës. Ftesa pas 6 dështimeve për të votuar Albulena Xhiu në krye të parlamentit. Ekonomia amerikane shënon të kurje Donald Trump e gjen fajtorin tek ish presidenti Joe Biden, rënja pasi ndryshuan politika tregtare. Në nder të Papa Franceskut, organizatorët e Giro d'Italia ndryshojnë itinerarin e etapës së fundit. Giroja që zhvillohet në kryeqytetin italian do të kalojë nga kopshtet e Vatikanit. Kjo është revista televizive, nisim tani më gjerësisht. 3 qendra testimi për votimin elektronik në Tiranë dhe një në Vorë janë hapur për qytetarët. Ata janë ftuar që të bëjnë prova gjatë këtyre ditëve në mënyrë që të shmangin të gjitha gabimet në ditën e votimit, në 11 maj. Dhe në fakt, qendrat lëvizëse do të jenë të hapura çdo ditë, madje edhe të dielën e zgjedhjeve të 11 majit, për të ardhur në ndihmë qytetarëve për të zgjidhur problematikat që mund të hasin në ditën e zgjedhjeve. 4 qendra testimi për votimin elektronik janë hapur në Tiranë dhe Vorë. Qytetarët e njësisë bashkiake numër 10, por edhe ata të bashkisë Vorë, kanë mundësi të provojnë sistemin e votimit çdo ditë, përfshirë edhe ditën e zgjedhjeve, në mënyrë që të shterojnë çdo paqartësi përpara se të votojnë. Shtype konfirmo votën? Këtu? Pa? Ja e thash. Pa? Shtype? Po, tani do dalin kandidatët. 10 qytetarë kanë kryer prova dhe kanë mirëpritur këtë sistem, i cili nuk aplikohet për herë të parë në njësinë 10. S'kisha asnjë lloj vështirësie, shumë e thjeshtë se puna me fletë, domethënë. Për moshën tonë, absolutisht jo, po mendoj edhe për moshën e tretë shumë e kollajt. Shumë i lehtë. S'ka gjë problem. Nuk i qenë ndërlikuar. Është hera e parë që ju votoni në mënyrë elektronike? Është herë e dytë, edhe herës tjetër kemi votuar edhe jeta. Kjo mirë është kjo mënyrë e votimit, po ne moshe vjetër është një çik pak e ngatruar, por ne do dikush në udhëzoj atje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thekson se procesi është i thjeshtuar dhe çdo pajisje do të shoqërohet me një operator të KQZ, i cili duhet ta ndihmojë votuesin edhe gjatë testimit, por edhe në 11 maj, por pa e nxitur të votojë për një subjekt apo koalicion të caktuar. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama vijoi turin e takimeve elektorale në qarkun e Kukësit. Rama foli për zhvillimin që ka pësuar qarku i Kukësit në vite, duke u ndalur tek rritja domethënëse e turizmit. Qarku i Kukësit e veçanërisht Tropoja është kthyer në një nga atraksionet turistike më të bukura të vendit dhe sërish duhet të vazhdojnë të rriten investimet. Kjo u theksua nga kryeministri Edi Rama gjatë një takimi elektoral në këtë qark. Ne kemi një zhvillim që askush nuk e mohon dot, që është zhvillimi turistik i Tropojës. Dhe më kujtohet që kur i thoshim në Tropojë që këtu ne do zhvillojmë turizmin, askush nuk e besonte. Edhe nuk kishin faj që nuk e besonin, me thënë drejtën, se për shumë vite i besuan dikujt nga ata të vetët, edhe nuk pan asgjë të hajrit. Krye socialisti theksoi se shumica e shqiptarëve besojnë se vendi është në drejtimin e duhur dhe këtë tregojnë edhe sondazhet e fundit për zgjedhjet e 11 majit, duke mos harruar të ritheksonte se këto zgjedhje janë ndër më të rëndësishmet për vendin. Duhet hyjmë Bashkimin Evropian dhe të jemi europian të barabartë mes europianësh, sepse kjo na takon. Dhe është fatkeqësi e madhe ta mendosh
që prindrit mund të shkojnë në votim edhe t'i harrojnë gjitha këto edhe ta hedhin votën në knet. Dhe unë po ja them shumë thjesht, kjo nuk është një fushat për karrigen time. Nuk është një fushat për një mandat tjetër të Partisë Socialiste, siç e shihni dhe nga të gjitha sondazhet që i publikojnë të gjitha llojet e televizorëve që nuk lën gjë pa thënë kundër nesh, Partia Socialiste do të fitojë zgjedhjet e 11 maj. Për të gjithë qytetarët, kreu i qeverisë shpjegoi edhe procedurën se si mund të përfitojë nga paketa maleve, e cila është një mundësi e mirë për të krijuar një biznes në agroturizëm. Na kanë dhënë afatin 2007. Drejtuesja politike e diasporës në Partinë Demokratike Josefina Topalli shpreh shqetësime për problematikat që po has sipas saj procesi i votimit të shqiptarëve, të cilët jetojnë edhe punojnë jashtë vendit. Topalli tha se zarfet kanë patur parregullsi, ndërsa posta që duhet merrte zarfet pas procesit të votimit nuk po e kryen këtë detyrë, bazuar në marrëveshjen që ka me KQZ-n. Drejtuesja politike e diasporës në Partinë Demokratike Josefina Topalli apelon për mos cënim të standardeve zgjedhore. Bashkë me përfaqësuesin ligjor të PD-s pranë KQZ-s Franc Nuri, denoncuan para mediave disa raste kur përfaqësuesit e diasporës sipas tyre kanë patur vështirësi në procesin e votimit, që tek mungesa e fletës së votimit në zarfin që është depozituar apo mosmarrja mbrapsht e zarfit bashkë me votën e hedhur prej shërbimit postar. Shfrytëzoj rastin për t'i bërë thirrje KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe logjistike. Thyrja afateve dhe standardeve të vendosura në ligj është një cënim i rënd i votës të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë dhe në këtë mënyrë ajo do të cënonte tërësisht integritetin e këtyre zgjedhjeve. Ish nënkryetaria e demokratëve i bën apel shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit që të sakrifikojnë duke depozituar pranë zyrave më të afërta të DL-s zarfin pasi kanë kryer procesin e votimit. Partitë Popullore Europiane kanë votuar sot unanimisht një rezolutë e jashtëzakonshme për Shqipërinë të propozuar nga Partia Demokratike, kundër të tjera i bën thirrje BE-s, OSBE-s dhe Këshillit të Evropës të dërgojnë më shumë vëzhgues afatgjat në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. In favor. 10 ditë para zgjedhjeve parlamentare, Partia Popullore Evropiane votoi unanimisht një rezolutë e jashtëzakonshme për Shqipërinë, të propozuar nga Partia Demokratike. Në kongresin që u mbajt në Valencia, PPE ndër të tjera u bën thirrje Bashkimit Evropian, OSBE-s, Këshillit të Evropës dhe institucioneve ndërkombëtare të dërgojnë më shumë vëzhgues afatgjat, të dokumentojnë publikisht abuzimet elektorale në raportet përfundimtare dhe të zbatojnë mekanizmat e kushtëzimit në procesin antarësimit në BE nëse shkeljet vazhdojnë. Para votimit, deputetja demokrate Albana Vokshi tregoi arsyet pse kjo rezolutë duhet të votojë. Sot unë ngrëzërin jo vetëm për partinë time apo për opozitën, por për çdo qytetar shqiptar që ende beson në demokraci. Kjo nuk është një betejë partjake, është një emergjencë për demokraci. Ajo që kërkojmë sot përmes kësaj rezolute është mbështetje për t'i siguruar qytetarëve shqiptar të drejtën më themelore, të drejtën për të votuar. Punimet tek këtij kongresi u ndoqën nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili në fjalën e tij kërkoi shtimin e monitorimit për procesin zgjedhor. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka komentuar në platformën X, ku duke folur për rezolutën në shprehur salibia e humbjes pas ka filluar në gjirin e Partive Popullore Europiane, ku Salla Bosch e partive si motra pas ka votuar unanimisht flet rrufe në kënetës madhështore për humbjen e lirisë së zgjedhjeve. Me nota ironike, Rama thotë se rezoluta ishte një tekst që sipas tij tregon se iluzioni po ja lë vendin ndjesisë së hidhur të humbjes madhështore të Partisë Demokratike në 11 maj. Lulzim Basha në garën e 11 majit si kryetari koalicionit Euroatlantik vjen për të sfiduar si qeverinë e Edi Ramës, ashtu edhe opozitën tradicionale të drejtuar nga Sali Berisha dhe Ilir Meta. Në takime me qytetarë në Tiranë, Basha akuzoi partitë e mëdha për vjedhje të ideve të tij programore dhe theksoi se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet prioriteti kryesor. Zgjedhjet e 11 majit zhvillohen në një terren politik të fragmentuar, ku skena tradicionale është ndarë në disa kampe. Lulzim Basha, ish kreu i Partisë Demokratike, rikthehet në garë si drejtues politik i koalicionit Euroatlantik, duke pozicionuar veten si një alternativë ndaj sistemit të vjetër politik. Propozimi se një qeveri e korruptuar deri në palc mund të luftohet me Ilir Metën, me Elvis Roshin,
dhe me të tjerë përfaqësues të korruptuar të Edi Ramës, që tani papritur e shohin veten në listat e Sali Berishës, është një propozim i falimentuar që në nisi. Gjatë një takimi me qytetarët në Tiranë, Lulzim Basha, teksa bëri premtime elektorale, akuzoi dy partitë e mëdha për kopim të elementeve të programit të tij. Programi në fillimisht u sulmua, pastaj siç e shikojmë, pjesë të tij u kopjuan nga të dyja forcat, qoftë nga PS-ja në qeverisje e Edi Ramës, qoftë nga zoti Berisha dhe grupi i tij. Në qendër të platformës së tij qëndron integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të cilin Basha thotë se e mbështet mbi dy shtylla themelore, për të cilat ka dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. Lufta kundër korrupsionit. Problemi i dytë është problemi i pronave. Për të dyja këto, Koalicioni Euroatlantik ka program dhe propozime të qarta dhe plotësisht realizueshme, të audituara dhe të përkrahura edhe nga aleatët tanë europian. Mëtej ai komentoi edhe kontratën e lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara për çështjen non grata. Për fat keq, vendosja e interesit personal mbi interesat e demokratëve tregon që janë humbur 4 vjet të çmuar dhe tani $6 milion për një vizë është pa diskutim flet vet, nuk ka nevojë për komentin tim. Edhe pse nuk dha shifra për pritshmëritë në zgjedhje, Basha u shpreh vendosur të mos tërhiqet nga politika. Ne këtë betejë jemi për qytetarët. Dhe pa diskutim që janë qytetarët ata që do të vendosin se si duan t'ju shërbejnë interesat dhe kush do t'i përfaqësojnë kuvendin e ardhshëm. Lulzim Basha kërkon të rikthehet në skenën politike si një alternativë re në një garë ku është e dominuar nga emra të vjetër. Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë dyshohet se ka për autor një shtetas të huaj, por ai mund të jetë ndihmuar nga një shtetas shqiptar për t'u larguar më pas nga vendi ynë në drejtim të Greqisë. Autori i vrasjes së Renato Hoxhajt pak ditë më parë në Vlorë duket se ka planifikuar mënyrën se si do t'i afrojë objektivit, në mënyrë që kapja nga kamerat e sigurisë të mos e zbulonin lehtësisht identifikimin e tij. Ai është kujdesur të mbulojë tërësisht fytyrën, duke vendosur një maskë të zezë kirurgjikale, si dhe një kapele në kokë. Madje dyshohet se ka shkuar më tej, duke modifikuar përmasat e trupit për të dukur më i bëshëm. Grupi hetimor që po punon për zbardhjen e vrasjes dyshon se ekzekutori është një shtetas i huaj, që është ndihmuar në lëvizjen e tij nga një shtetas shqiptar me banim në Tiranë për t'u larguar pas krimit përmes pikës së qafë botës drejt Greqisë. Nga hetimet e deritanishme, burimet jo zyrtare bëjnë me dije se dyshohet se viktima të ketë qenë i përfshirë në një ngjarje kriminale, ndonse bashkëjetuesi i autorit pak ditë më parë në dëshminë e saj mohoi që 58 vjeçari të kishte konflikte. Renato Hoxhaj, i cili punonte si një roje në një objekt në ndërtim, u gjeti vrarë nga 4 plumba, pak metra larg banesës së tij. Prokuroria e SPAK, Elida Kaçkini, prezantoi prova të reja gjatë seancës në apelin e GKK-s për zhdukjen e Jani Prengës. Këto prova përfshin komunikime në aplikacionin Sky ECC mes të akuzuarve kryesor. Zbardhja e zhdukjes së Jan Prengës më 17 janar të 2020 nga kamza në kompleksin Golden Taltin Hajrit në Shijak ka marrë një tjetër drejtim. Teksa në apelin e GKK zhvilloi seanca për të vetmin të dënuar deri më tani kopshtarin e kompleksit Festim Bexhdili, prokuroria e SPAK Elida Kaçkini depozitoi prova të reja të siguruara përmes letërporosive nga autoritetet franceze. Provat e reja përfshin komunikime në aplikacionin Sky ECC mes të panderëve kryesor përfshirë dritar Recepin, Altin Hajrin dhe Gentian Funiqin. Sipas prokurorisë, këto komunikime janë të lidhura drejt për drejt me rrëmbimin dhe vdekjen e Jan Prengës dhe janë të marra në përputhje me procedurat ligjore ndërkombëtare. Avokati i të pandehurit Ilir Murati kundërshtoi kërkesat për prova të reja, duke theksuar se sipas tij ato nuk mund të pranohen në këtë fazë të procesit. Ai kërkoi gjithashtu që prokuroria të bëjë të ditur nëse do të ketë prova të tjera në seancën e ardhshme dhe njohjen me provat e reja të paraqitura nga SPAK. Gjykata pranoi kërkesën e mbrojtjes për të njohur me aktet e reja dhe caktoi seancën e radhës në 13 maj, teksa pranoi provat e reja të paraqitura nga SPAK. Gjykata pranoi edhe kërkesën e mbrojtësit për të njohur me aktet e reja dhe caktoi seancën e radhës në 13 maj në orën 9:00. Bexhdili, kopshtari i kompleksit, u dënua pasi nuk tregoi vendin ku është dërguar trupi i Prengës. Jan Prenga u rrëmbye dhe u zhduk si akt hakmarrje për vjedhjen e mbi 200 kg kokainë në portin e Post Smouth në Londër, vjedhje kryer nga vëllai i tij, që i përkiste dritar Recepi që drejtonte grupin kriminal nga burgu i Ekuadorit. Në 2 vitet e fundit është rritur numri grave të diagnostikuara me kancerin e qafës së mitrës. Mjekët apelojnë për kontrolle të vazhdueshme dhe në mosha të reja.
Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i dytë më i shpeshtë mes grave të moshës së mesme, për shkak të rritjes së rrezikut në moshën 30 deri në 40 vjeç. Mjekët këshillojnë kontrolle të vazhdueshme dhe vigjilencë ndaj simptomave të para, siç janë gjakderdhja e shqetësimet gjatë urinimit. Më të prekura sigurisht që janë moshat e mesme, për faktin se kanceri i qafës së mitrës nuk zhvillohet brenda ditësh, javësh, muajsh, ai do një periudhë disa vjeçare që të zhvillohet nga momenti fillestar i infeksionit me human papilloma virus. Simptomat më të zakonshme të shfaqjes së kancerit të qafës së mitrës janë gjakrrjedhja, veçanërisht gjatë marrëdhënieve intime. Është shenja e parë dhe alarmante. Por ne nuk duhet të arrijmë të shohim simptomën, e mira është që edhe Ministria e Shëndetësisë të aplikojë politika të tilla që paprisi të jetë i aksesueshëm për pjesën më të madhe të grave dhe vajzave. Zëvendësministja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli, ka kërkuar të mos neglizhohen kontrollet, pasi vetëm nëpërmjet tyre arrin të zbulohet çdo lloj ndryshimi në qafën e mitrës. Më rëndësishme është parandalimi i sakurimit. Check-upi është për të kapur ato sëmundjet në një kohë të hershme dhe pastaj vlera e tij do të duket më mbrapa. Megjithëse ekziston vaksinimi kundër kancerit të qafës së mitrës, është provuar se vaksinimi është i pamjaftueshëm. Për të luftuar këtë diagnozë, duhet të aplikohet kombinimi i vaksinimit, depistimi dhe trajtimi. Shkolla 9 vjeçare Qamil Guranjaku nga qyteti i Elbasanit ishte një ndër fitueset në konkursin kombëtar të gjuhës shqipe, ku pjesë u bën 700 shkolla të vendit. Në këtë sfidë, nxënësit garuan mes tyre mbi njohuritë që zotronin si edhe projektet e punuara. Një rrugtim të mbushur me sfida dhe plot emocione. Me këtë përshtypje vin pas fitores së vendit të dytë në konkursin kombëtar të gjuhës shqipe, nxënësitë e shkollës Qamil Guranjaku në Elbasan. Konkursi ishte mjaft i vlefshëm për ne, pasi mësuam më shumë për gjuhën tonë, për vlerën e saj. Dhe të kaluam shumë sfida për të arritur deri këtu, të cilat ishin të mbushura me emocione, pse jo edhe me frikë. Me të vërtet ishte diçka e merituar nga ne prej punës dhe lodhjes. Do ishim sigurisht më të lumtur apo të kishim fituar vendin e parë, por dhe me vendin e dytë jam shumë krenare jo vetëm për vete, por dhe grupin e vajzave. Jo vetëm morëm njohuri të shumta, por edhe mësuan si të fitojnë me dinjitet. Për më shumë se 3 muaj, nxënësit e kësaj shkolle punuan mbi projektin që për qëllim kishte nxitjen e çifteve të reja, për të vendosur emra shqiptar fëmijëve të posalindur, si një trashëgimi që nuk duhet humbur. Një nga pjesët më të rëndësishme të konkursit, e cila vlerësohej me pikët maksimale që ne i fituam dhe i merituam, ishte projekti në të cilin vajzat bërë një punë të mrekullueshme me qëllim nxitjen e gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen për të lartësuar emrat shqip. Emra të cilat duhet t'ua vendosim dhe t'ua trashëgojmë fëmijëve tanë. Për drejtoreshën Anila Çota, ky konkurs i shërben më së miri promovimit të gjuhës shqipe dhe parandalimit të huazimit të fjalëve të huaja. Këto konkurse i shërbejnë më së miri pikërisht promovimit dhe të gjuhës shqipe dhe parandalimit të këtyre huazimeve. Pjesë e këtij konkursi u bën 700 shkolla të Republikës së Shqipërisë. Dështimi i her pas hershëm i konstituimit të Kuvendit të Kosovës edhe votimit të kryeparlamentarit ka bërë që Albin Kurti të tërhiqet. Kreu i vetëvendosjes ka thirrur në takim drejtuesit e 2 nga partive më të mëdha të vendit. Dhe në fakt takimi është thirrur për të zhvilluar mëngjesin e të njëjtës pak përpara se do të zhvillohet pikërisht seanca e 9 konstituive e parlamentit. Deri në këto momente vetëvendosje këmbgul në kandidaturën e Albulena Xhiut, që ende nuk ka arritur në 8 seancat e mëparshme të marrë 61 vota. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka ftuar në një takim liderët e 2 prej partive më të mëdha parlamentare, Memli Krasiqin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lumir Abdigjikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tesa vjen në përpjekje për të gjetur zgjidhje për konstituimin e Kuvendit. Takimi është thirrur mëngjesin e së njëjtës pak para nisjes së seancës së 9 konstituive të legjislaturës së dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Konstituimi i Kuvendit i nisur më 15 prill ka dështuar 8 herë radhazi pasi lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur të sigurojë votat e nevojshme për kandidatin e saj për kryetar e Kuvendi, Albulena Haxhiu. Deri tani ajo ka marrë 57 nga 61 votat e nevojshme për atë post. Haxhiu shihet nga partitë opozitare, PDK dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë vazhdimisht se nuk do të votojë asnjë kandidat nga partia fituese e zgjedhjeve. Partitë opozitare kanë bërë thirrje vetëvendosjes të ndryshojë kandidaten dhe nëse nuk gjendet zgjidhje kanë dhënë edhe opsionin e zgjedhjeve të parakohshme. Kjo është hera e parë që Kurti fton në takim Krasniqin e PDK-s, ndërsa hera e dytë për Abdigjikun e LDK-s, i cili nuk pranoi ftesën e tij të parë.
Thirrja e Kurtit vjen pas deklaratës së ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë, Jorn Rode, i cili tha se në takimin me presidenten Vjosa Osmani shprehu shqetësim për vonesat në formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Partitë politike duhet të veprojnë shpejt për formimin e institucioneve dhe duhet t'i vënë interesat shtetërore përpara atyre partijake, u shpreh ambasadori gjerman. Nga Novi Sadi ku shkoi për të nderuar viktimat e tragjedisë 1 nëntori të vitit shkuar, Komisionera Europiane për Zgjerim Marta Kos u shpreh se kjo ngjarje mund të ishte parandaluar, duke u bashkuar kështu zërave të protestuesve serb. Komisionerja Europiane për Zgjerim Marta Kos u shpreh të mërkurën se tragjedia nëntorit të shkuar në Novi Sad të Serbisë, ku 16 persona humbën jetën si pasojë shembjes së strehës së stacionit hekurudhor të atij qyteti mund të ishte shmangur. Deklaratën Kos e dha gjatë një vizite që zhvilloi në Novi Sad për të nderuar viktimat e tragjedisë, mes të cilëve dhe 2 fëmijë. Erdha në Novi Sad për të nderuar 16 jetët që humbën në një tragjedi që mund të ishte shmangur, u shpreh komisionerja e zgjerimit në një postim në rrjetin social X. Aksidenti, për të cilin publiku fajson gjërësisht korrupsionin qeveritar, ka shkaktuar një valë protestash të drejtuara nga studentët në Serbi që quan në dorëheqjen e ish kryeministrit Miloš Vučević dhe rrëzimin e qeverisë së tij. Në mënyrë të përsëritur, protestuesit kanë dënuar edhe ato që cilësojnë heshtje të BE-s ndaj trazirave në vend, dhe të cilën e interpretojnë si mbështetje ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Ndërkaq në fillim të këtij muaji Kos u shpreh se reformat që BE priste që Serbia të realizonte ishin pothuajse të njëjtat me ato që kërkoheshin nga mira protestues që kanë dalë në rrugët e vendit gjatë muajve të fundit. Serbia duhet të rikthehet në rrugën europiane, u shpreh ajo atëherë. Të njëjtën thirrje përsëriti edhe të martën pas një takimi me kryeministrin e ri serb Gjuro Macut. Serbia ka kaq shumë për të kontribuar në BE, u shpreh ajo para se t'i kërkonte Beogradit të punonte për reformat që mundsojnë antarësimin në BE. Punoni me ne për një gjyqësor të pavarur që duhet të jetë i aftë që të luftojë korrupsionin në mënyrë efektive dhe një kuadër zgjedhor që garanton se vullneti i popullit serb dëgjohet dhe respektohet. Theksoi komisionerja europiane, e cila gjatë qëndrimit në Serbi u takua edhe me Vučić si dhe me përfaqësuesit e opozitës parlamentare. Ekonomia amerikane ka shënuar performancën më të keqe në 3 mujorin e parë të vitit, duke shënuar një tkurje me 0.3%. Ndërsa presidenti Donald Trump festoi 100 ditët e para më të suksesshme të një administrate në historinë e Shteteve të Bashkuara, siç u shpreh vetë ai, ekonomia amerikane u tkurr me 0.3% në 3 mujorin e parë të vitit. Rënja e parë ekonomike që nga viti 2022, e ndikuar edhe nga lufta tregtare e nisur nga vetë Trump. Ndërkohë, aksionet e tregjeve amerikane ran pas publikimit të raportit të prodhimit të brendshëm bruto, i pari i mandatit të tij të dytë presidencial. Megjithatë, kreu i Shtëpisë së Bardhë e shmangu fajin, duke ia atribuar gjendjen e keqe ekonomike politikave të trashëguara nga paraardhësi i tij demokrat. Vendi ynë do të lulëzojë, por duhet të heqim qafe mbi ngarkesën e lënë nga Biden, shkroi ai në një postim në rrjetet sociale. Kjo do të zgjas pak, por nuk ka të bëjë me tarifat, u shpreh Trump duke u bërthirrë amerikanëve që të bëjnë durim. Rritja ekonomike e 3 mujorit të parë të vitit u ngadalësua si rezultat i rritjes së menjëhershme të importeve, ndërsa kompanitë në Shtetet e Bashkuara u përpoqën të blinin mallra të huaja përpara se Trump të vendosë tarifat masive. Shumë ekonomistë thonë se synimet e presidentit amerikan për të riformsuar tregtinë globale kanë gjasa të çojnë në rritje të çmimeve të produkteve dhe madje mund të shkaktojnë recesion në Shtetet e Bashkuara. Një javë nga nisja e konklavës, Kolegji i Kardinalëve vendosi që të 133 kardinalët zgjedhës që do të marrin pjesë në procesin e 7 majit kanë të drejtë të votojnë për papën e ri. Më shumë se 180 kardinalë zhvilluan takimin e tyre të 7 që nga vdekja e Papa Franceskut më 21 prill, ku diskutuan se çfarë presin nga udhëheqësi i ardhshëm i mbi 1.4 miliard katolikëve të botës. Zyra e shtypit e Selisë së Shenjtë publikoi një deklaratë të përgatitur prej tyre ku specifikohet se të 133 zgjedhësit kardinal të pranishëm në konklav do të kenë të drejtë të votojnë për papën e ri. Në takim u diskutua edhe për financat e Vatikanit, ndërsa shprehën mirënjohje dhe kardinali Giovanni Angelo Becciu për vendimin e tij për të mos marrë pjesë në konklavën që fillon më 7 maj. Duke shtuar se do të jenë organet kompetente gjyqësore që mund të përcaktojnë përfundimisht faktet në lidhje me rastin e korrupsionit kundër tij. Konklavi fillon pas ditën e 7 majit, kur të 133 kardinalë do të hyjnë në Kapelën Sistine për të votuar në mënyrë të fshehtë për pasardhësin e Papa Franceskut. Ata do të votojnë 4 herë në ditë, derisa 2/3 e tyre, që janë të paktën 89 kardinal, të bien dakord për një kandidat të vetëm. Shumë kardinal kanë shprehur shpresën për një konklav të shkurtër për të zgjedhur papën e ri, ngjashëm siç ndodhi me Franceskun dhe paraardhësin e këtij të fundit,
Benediktin e 16, rreth 80% e kardinalëve janë emëruar në 12 vitet e fundit nga Bergoglio dhe vijnë nga të 4 anët e globit. Shumë prej tyre nuk e njohin njëri tjetrin. Pyetja tani është, nëse pasardhësi i tij do të ndjekë të njëjtën rrugë apo do të krijojë një të re. Gjavahire Kolgjini, artizane nga Kuksi, ishte një nga pjesëmarrësit në aktivitetin organizuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Zanart, ku ekspozoi punimet e saj që pasqyrojnë traditën dhe identitetin kulturor. Gjavahire Kolgjini është një nga duarartat e ralla që ruajnë shpirtin e veriut shqiptar. Ajo vjen nga Kuksi dhe është një prej 40 artizanëve të përzgjedhur që morën pjesë në aktivitetin Zanart, artizanati shqiptar nga tradita në modernitet. Në këtë aktivitet, ajo solli me krenari punimet e saj artizanale, që pasqyrojnë jo vetëm mjeshtërinë, por edhe historinë dhe identitetin ton kombëtar. Prej moshës së njom, Gjavahiria e nisi rrugëtimin e saj në artizanat, duke e kthyer këtë profesion në një pasion të përjetshëm. Unë kam të trashëguar nga me nana ime. Unë qenë klasën 7, tash kam bërë të zgja me nanën. Nana bajke qëlyma, bajke së gjade dhe ne në mëshim të fijet e penit me janë, të midrelli fije, në mësoj ke nana. Pavarësisht ishte vështirë isha zbën akur, po prapa aty ngela. Nën e 4 vajzave, Gjavahiria i ka rritur me frymën e dashurisë për traditën, edhe pse ato kanë zgjedhur rrugë të ndryshme në jetë, secila ka përvetësuar dhe vlerësuar zanatin e nënës, duke ruajtur kështu një urë të gjallë ndërmjet brezave. Jem unë të e din gjitha din punimin, pavarësisht tash kanë marrë shkollat e larta, po gjithçka din punimin në dorës e din. Me makinë janë pak më mrapa. Sa interes kanë dhe cilët janë ato, po themi të cilët kanë më shumë interes për të blerë këto kostume? Ne vim nga zonat e veriut. Nga Kuksi dhe Dibra, gjithmonë i martojmë nipat me dashë dhe me lodër, edhe kur vishëm për dasëm, ne mund t'i veshim me 30 valltar për një heri, dasmor. Në këtë aktivitet, morën pjesë artizan të ndryshëm të cilët ekspozuan punimet e tyre autentike, por edhe personalitetet të ndryshme të artit dhe kulturës. Zanart synon të ndërtoj ura mes brezave dhe të rikthej artizanatin në vëmendjen e kohës moderne. Programit Gjiro së Italis 2025 vazhdojnë të shtohen risit, kështu Gjiro së fundit, a e saj që do të zhvillohet në kryeqytetin italian, do të kaloj nga kopshtet e Vatikanit. Dhe në fakt ky vendim është marrë nga organizatorët e Giro d'Italia në ndër të Papa Francesku, i cili donte shumë sportin. Gjithashtu Giro d'Italia këtë vit do të kalojë edhe në Shqipëri. Një omash për Papa Franceskun, i cili e dëshironte shumë këtë garë, pikërisht në vitin jubile. Faza e fundit e edicionit të 108 të Giro së Italis 2025 do t'jetë në Romë më 1 qershor. Por risia është se ajo do të fillojë nga kopshtet e Vatikanit. Në Romë, për herë të 7 në historinë e saj, të tretën radhazi, Giro Italis do të përfundojë në Circus Maximus, duke përmbyllur kështu etapën e fundit prej 143 kilometrash, me 8 gjirët e fundit në qendër të qytetit. Në prezantimin në Campidoglio, morën pjesë kryetari i bashkisë Roberto Gualtieri, presidenti i RCS Media Group Urbano Cairo, i peshkvi Paul Tighe, drejtori i Giro d'Italia Mauro Vegni e të tjerë. Kryebashkiaku Gualtieri u shpreh: Jemi të kënaqur që e presim Giron për të tretin vit radhazi, nuk ka ndodhur kur më parë. Ky vit është veçanërisht i rëndësishëm sepse merr një vlerë tjetër. Për jubileun, u mendua kalimi në qytetin e Vatikanit. Tani do t'jetë edhe një homazh i madh për Papa Franceskun, njeriu e jashtëzakonshëm që bëri gjëra të pabesueshme dhe që donte sportin. Vincenzo Nibali, fituesi i Giro d'Italia në 2013 dhe 2016, tregon emocionet e tij. Roma është një qytet që gjithmonë ofron emocione unike. Është e mrekullueshme që Giro d'Italia përfundon këtu edhe një herë. Më vjen keq që nuk do të jem më pjesë e kësaj gare. Këtë vit, kalimi nëpër qytetin e Vatikanet do të jetë një provojë e veçantë për të gjithë ciklistët. Kemi mbritur në mbyllje të këtij edicioni informativ. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Natën e mirë. Natën e mirë.